Fletët e votimit për shqiptarët e diasporës kanë mbërritur në Shqipëri. Kompania slovene ka kryer detyrën në këtë fazë të parë të prodhimit të fletëve të votimit dhe ato do të dërgojnë rreth 246.000 shqiptarëve jashtë vendit për të pasur mundësinë të votojnë në zgjedhjet e 11 majit. Ndërkohë që vijohet me prodhimin e fletëve të votimit që do të përdoren brenda territorit shqiptar. Fletët e votimit për diasporën janë vendosur në Parkun Olimpik Feti Borova në Tiranë dhe do të nënshtrojnë procesit të vendosjes në zarfat e postës. Dërgimi në 85 vende të botës, nga ku qytetarët shqiptar janë regjistruar zyrtarisht për të marrë pjesë në zgjedhje, do të nisë më datë 15 prill. Më datë 22 pritet të arrijë në të gjitha vendet e Europës, ndërkohë që më 25 prill në shtetet e kontinenteve të tjera. Në të njëjtin zarf përveç fletës së votimit, do të vendoset një manual shpjegues se si duhet të plotësohet fleta e votimit, një tjetër zarf bosh që do të shërbejë për kthimin në Shqipëri, një fletë ku do të shënohen numrat e telefonit të zyrave postare, ku votuesit do të duhet të shkojnë për të bërë dërgesën në vendin am. I gjithë procesi përgatitjes së zarfeve me fletët e votimit dhe materialet e tjera do të monitorohet gjatë gjithë kohës pa ndërprerje. Në një postim në rrjetet sociale, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirian Celibashi shkruan se brenda 3 ditëve pasi të marrin zarfin, shqiptarët e diasporës të shprehin vullnetin e tyre dhe më pas ta postojnë mbrapsht në Shqipëri, duke u kujtuar se nuk ka asnjë kosto financiare, pasi posta paguhet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.